Këta pushtetarët, jo thjesht pushtetarët, por sidomos pushtetarët, që jepen pas një luksi të çfrenuar, mua më dhimbsen, sinqerisht. Dhe mua sinqerisht më dhimbsen këta tani. Pse duan të gjën 80.000 euro për të bler rroba në shqiptarët? Po ne ishim ata që para 30 vitesh me një xhaket shtynim 10 vjet të jetës tonë. Ata njerëz që abuzojnë në atë mënyrë siç ka abuzuar ai ose gruaja e tij, të më falin, dhe ata nuk ka respekt për veten, jo për atë tjetrin që i kanë futur duar xhep, nëse ja kanë futur. Kjo është mungesë respekti për veten. Dhe ne, nëse pretendojmë që jemi qytetar normal të një vendi të varfër, se ky është problemi. Ka thënë dikur një dietar grek, është turp të jesh i varfër në një vend të pasur, sepse i bie që je një dembel që nuk do të punosh. Si që është turp të jesh i pasur në një vend të varfër. Dhe ne jemi, duke folur për një vend të varfër,